Në qendrën e kompetencës 11 Marsi në Prizren, çdo mëngjes dëgjojnë zëra të rinj që vijnë nga kufiri. Nxënës nga Kuksi Asia e Tropoja kanë zgjedhur këtë shkollë për t'u përgatitur për tregun e punës. Në mungesë të drejtimit që dëshirojnë në vendlindjen e tyre, ata orientohen drejt arsimit profesional në Kosovë, i cili ofron sistemin dual, mësimin teorik dhe praktik në biznese, shpesh të shoqëruara me pagesë mujore. Ky model po kthehet në magnet për të rinj që kërkojnë më shumë mundësi dhe kushte më të mira arsimimi. Nuk ka një shkollim të tillë në qytetin e Kuksit që ju ofrohet këtyre nxënësve, edhe mundësia më e lehtë është për të dalë në tregun e punës. Edhe në qytetin e Prizrenit mirë, po ka edhe që e kryjnë shkollimin edhe ikin jashtë. Këtë vit kërkesa më e madhe ka qenë në profilin e automekanikës, ku në këtë profil ofrohet edhe arsimi dual, ku nxënësi shumë lehtë e gjen vendin në tregun e punës. Shkolla jonë ka marrëveshje bashkëpunimi me shumë biznese në qytetin e Prizrenit, ku përgatiten për treg të punës këta nxënës. Por për nxënësit nga Kuksi Asia e Tropoja, rruga drejt dijes mbetet sfiduese. Për shkak të mungesës alternativave, shumë prej tyre udhëtojnë çdo ditë drejt Prizrenit, duke paguar rreth 5 euro vajtja ardhje, ndërsa të tjerë jetojnë me qira. Ata kërkojnë një linjë të rregullt transporti publik mes Kuksit dhe Prizrenit apo mbështetje me bursë nga shteti shqiptar. Nuk ka pas për këtë drejtim që desha, dizajn interior, kështu që u paraqit mundësia në Prizren. Shkolla është publike, pra nuk paguajmë asgjë. Me sa kam dëgjuar, të gjithë e mbulojnë vetë atë shpenzim dhe mendoj se do ishte diçka shumë e mirë që të na mundësoj transporti publik për në Prizren. Unë studioj këtu profilin e mekatronikës. Ky profil ka lidhje me automatizimin e makinave. Mendohet që në 10 vjeçarin e ardhshëm të jetë një ndër profilet më të kërkuara. Disa bashkëmoshatarë tanë që vinë nga Tropoja, Kuksi e vendet e tjera të Shqipërisë. Aktualisht në Kukës funksionon vetëm një klasë me rreth 40 nxënës të arsimit profesional, pranë gjimnazit Havzin Nela në degën e teknologjisë e informacionit dhe komunikimit. 2 degë të tjera të hapura vite më parë nuk i rezistuan kohës. Në qendrën e kompetencës 11 Marsi, nxënësit nga verilindja e Shqipërisë gjejnë jo vetëm dije, por edhe mundësi reale për t'u integruar në tregun e punës.